si ndodhi e kohës. Tani ka me e tregu, si ndodhi e burë, aksidente dhe pa dashje, si ka me no. Ishte tu tu ikë të shpis vetë tu i quca gjona një pemë për vitri. Edhe përja qonë të familjes vetë edhe në Shkodër. Ne, do ikte i ditë para. Edhe më thamë, us po ikit, thotë sa se jam pak si e lodhë, me kështu, se normal edhe është atë zënë. Tani do flasë pak për spitalet e rëpte motra, se harrova rëpë, si që të bëmë mua bete palidhi. E në më tha, do ikte i ditë para. I thash unë, okej, më tha, mu jam e lodhën, po ikit nesme. Edhe i ditë para do ikte me denaron, me njerës tjerë, edhe me i rëpë timin familjar këtu. E në, e shtynë. Edhe i thash unë, ikër vetë le denaron, mos e merë, me rëpë shpijë, së kur të manishën. Jo le, mos e merë denaron, i thash ikë vetë. Po tani, kush menon se do bëj aksident? E ne iku, mori vëdhat e pemen, e ne për Shkodër, ishte ora një 12, unë nisa u qova për ika të dyshani, e ne, ikam aty, vetëm ku më thojnë e dagu, këshu, vetëm ku më qatë, që me thënë se s'du ta menoj, rëpë të motra se më duket si jandër, po pasha kokën e familjes mos i rafë.